Si gjithnjë në ndihmë të njerëzve në nevojë dhe kësaj radhe e para që i ka ardhur në ndihmë familjes së Ndu Mar Nikolaj, e cila u përfshin nga flakët 2 ditë më parë, ka qenë motor Gracia Sruf nga Kisha Katolike Shën Jozefi në qytetin e Fusharzit. Një pako ushqimore, miell, detergjent dhe mjete për të kaluar ditët e para të emergjencës në të cilën ndodhet familja Mar Nikolaj, janë dhe ndihmat që ka ofruar misionaria katolike e cila gjithnjë ju gjendet pranë njerëzve në nevojë. Ndu Mar Nikolaj, bashkëshortja e tij dhe pjesa tjetër e familjes tregojnë se deri tani askush nuk ju ka shkuar në ndihmë dhe nuk ka vlerësuar dëmet e shkaktuara, teksa ata ndodhen në qiell të hapur. Familja Mar Nikolaj teksa falenderon motor Gracia Sruf, i apelon bashkisë së Pukës dhe kujdo që të mundet që të vinë në ndihmë pasi gjendja e tyre është në kufijtë të pamundërës pas zjarrit që përfshiu kullën e tyre.